dikush më pyet në komente, cili është dallimi kryesor mes Biblës dhe Kuranit? Edhe pse zakonisht nuk duhet hyj në këtë temë sepse sjellin veç debate, po përpiqem t'i përgjigjem këtij komenti me respekt sepse e di që shumë e kanë këtë pyetje. Ka shumë dallime për mua, por më i madhi është ky: figura e Jezusit. Bibla thotë se Jezusi vdiq në kryq dhe u ringjall. Kurani thotë se Jezusi nuk u kryqëzua, por Allahu e ngriti në qiell dhe e bëri që dikush tjetër të duket si ai që u kryqëzua. Lind pyetja, por nëse ajo që thot Kurani është e vërtetë, çfarë ndodhi me ato dishepuj që menduan që pan Jezusin në kryq, sepse ata nuk e kishin idenë fakt që dikush tjetër ishte aty? Po Maria, nëna e tij që ishte pranë kryqit, ajo mendoi që aty ishte i biri. Po qindra dëshmitar që e pan dhe e dëshmuan, po historian romak dhe hebrej që e dokumentuan, po miliona besimtarë krishterë që besojnë që Jezusi u kryqëzua. A do të thotë kjo që të gjithë u mashtruan? Dhe nga kush u mashtruan? U mashtruan nga vetë Zoti. Bibla thotë, Perëndia nuk është njeri që të gënjej. Një Zot i drejtë nuk mashtron. Bibla është mbështetur nga shumë dëshmitar okular. Ata e pan Jezusin të vdes, të varroset dhe të ringjallët. Ai u kryqëzua sepse ai vetë zgjodhi të jap jetën për ty. Jo sepse dikush u duk si ai. Mos e njëro këtë të vërtetë, Zoti bekoft.